Është mbajtur sot mbledhja e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi në Gjakov. Major Milazim Lumi, komandanti i stacionit policor në Gjakov, paraqiti raportin e muajit shkurt të vitit 2025 në lidhje me sigurinë e qytetarëve, duke ngritur një paralele me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Nëse prej veprave të cilat mund t'i përmendim disa, domethënë veprat penale kundër jetës dhe trupit, kemi pasur 29 që krahasu me muajin e kaluar kemi një rënje. Veprat penale kundër pasurisë kemi pasur 48 raste, që janë një 3 ma pak se sa ato të muajit të vitit kaluar. Vjedhje të leta i kemi pasur 3 më shumë, do 24 vjedhje, ndërsa vjedhje të rënda kemi pasur një rëndje prej 41%, do 17 kemi pasur muajin e kaluar të vitit 2024, 10 kemi në këtë muaj. Vrasje s'kemi, tentim vrasje kemi pasur 2 raste, kanosje kemi pasur 13, kemi 3 raste më shumë se vitin e kaluar. Dhunime nuk kemi të paraqitura gjatë muajit shkurt, dhunë në familje i kemi 11, e kam edhe raportin veç për dhunë në familje kryetar, ju referoj masi ta përfundoj këto. Me narkotik kemi pasur 4 raste, do gjithsej që vlen të dihet për vepra penale kemi pasur 112, krahasu me vitin e kaluar 118. Do ma kemi një zbritje, ndërsa incidente kemi pasur 48 dhe vitin e kaluar kemi pasur 24, do ma që kemi pasur një ngritje pothuajse të rasteve 100%. Ndërsa kryetari i komunës së Gjakovës Ardian Gjini në këtë takim pune ngriti 2 çështje kryesore, rënimin e objekteve të vjetra si dhe problemin e parkimeve ilegale, veçanërisht pranë qendrës kryesore të mjekësisë familjare. Na kemi themelu një komision për verifikimin e objekteve publike dhe private cilat duhet me urrënu ose cilat paraqesin rrezikshmëri. Po sqarimi është kësaj: te objektet private, përgjegjësinë ligjore e merr pronari i objektit nëse diçka ndodh. Arsyeja është shumë e thjeshtë, komuna nuk ka drejt vetëm me shku me rënu. Nëse ka ndonjë objekt që nuk i plotson kushtet, është i pabanuar e tjera tjera. Nëse paraqitet si rrezikshmëri, atëherë procedurat për me ndërhyj janë pakës më të komplikuara, nuk janë thjeshta vetëm me çuni makinë dhe me rënu objektin, edhe duhet me ditë që faturimi i kostos i shkon pronarit. Për shkak se me fol drejtën ka objekte private që jemi duke identifikuar cilat kanë nevojë për rënim, po pronarët nuk i rënojnë vetëm për mos me bart koston. Edhe shpresojnë që dikush shkon edhe ju pastron oborrin prej mbetjeve. Kjo duhet me qenë si njoftim. Ne i njehim procedurat ligjore, prej pikave më interesante që është tash, është te QKMF-ja vjetër, te QMF-ni tash. Loma Drithit, QKMF-ja vjetër, Teqja e Madhe, domethënë është një perimetër ku e kemi rregulluar parkingun. Është dhonë deri në 10 minuta është pa pagesë për shkak se dim që dikush mund me pas nevojë me hyrë në dyqan dhe me dalë. Mas 10 minuta është një çmim kreti ult, gjatë ditës o çmim tjetër është elektronike, do të është e rregulluar. Edhe kemi gjithmonë një farë kaosi aty. Tutje në këtë mbledhje të rregullt u raportua edhe për 2 raste të dhunës të ndodhura në shkollat e Gjakovës. Çështja e sigurisë në shkolla këtë vit ka qenë në nivel sipas raporteve të drejtorëve të shkollave, ka funksionuar ndalimi i telefonave në të gjitha shkollat, raste të dhunës brenda objekteve shkollore gjatë këtij viti kemi pas veç 2, dhe për të cilat është njoftuar edhe policia dhe janë marrë masa disiplinore të duhura nga shkollat. Bashkëpunimi me Policinë e Kosovës është i shpeshtë për secilin rast që ndodh dhe njëkohësisht edhe me QPS-n për raste të caktuara. Për vitin shkollor 2024-2025 në shkollat e komunës tonë janë gjithsej të përfshirë personel 1561 persona, kurse numri i nxënësve për këtë vit është 14160, që i bie te 474 nxënës më pak se sa vitin shkollor të kaluar. Në fund të takimit u kërkua që bashkëpunimi i mirë ndërinstitucional të vazhdojë në kontinuitet me qëllim që situata sigurisë në komunën e Gjakovës të jetë e qetë. Përgatitjet për realizimin e testit PISA, i cili është